Furnizuesi i shërbimit universal pjesë e OSHE Group ka mbyllur periudhën janar-gusht 2025 me performancë financiare pozitive, duke tejkaluar planin vjetor. Sipas dhënave zyrtare, të ardhurat e realizuara gjatë 8 mujorit arritën rreth 43.1 miliard lek, apo 7% më shumë se plani, ndërsa fitimi rezultoi në 306 milion lek, apo 4 herë më i lartë se parashikimi fillestar prej 70 milion lekësh. Të ardhurat nga shitja e energjisë për periudhën u rritën në 42.2 miliard lek, ose 108% më shumë se plani, një rritje që lidhet kryesisht me konsumin më të lartë nga konsumatorët. Ndërkohë, të ardhurat nga kamat vonesat kanë pësuar rënje në raport me planin, çka sugjeron rritje të pagesave të faturave brenda afatit të përcaktuar. Ndërkaq, shpenzimet totale për 8 mujorin arritën në 42.8 miliard lek, ose 107% të planit, me rritje të kufizuar në raport me të ardhurat. Nga këto, shpenzimet për blerjen e energjisë ishin 11.2 miliard lek, ndërsa tarifat e shpërndarjes dhe transmetimit regjistruan përkatësisht 24 miliard lek dhe 4.2 miliard lek. FSHU sqaron se kostot e blerjes së energjisë, transmetimit dhe shpërndarjes mbeten të pandryshueshme, pasi çmimet dhe tarifat janë të kontraktuara dhe konstante. Si rrjedhoi, çdo ndryshim në rezultatet financiare lidhet drejt për drejt me rritjen e sasisë së konsumit dhe përmirësimin e efikasitetit operativ.